tregojnë që populli juaj e do. Po edhe në Shqipëri 70% ja dhanë Edi Ramës. Çfarë popullin ju atëherë? Qa the? 70% ja kanë dhënë. 100%. E çysh vite Edi Rama? Qysh? Si që ka fituar e në veri 145 dhe Ja, së është të moshme, ja. Së është mirë, dakor. Unë e kom marrë, çdo vetë vinë në Shqipëri, rri edhe ndeti, edhe vi me shohë, me dimi dhe atje. E votojnë populli. Ti s'di një fare. Pse s'di, une? Sepse nuk e di si vidhen votat të Shqipëri. Jo e di. Sepse ti nuk di çfarë kod zgjedhores bërë. Këtë Evropa pe pranën. Evropa më falë për shprehjen. Jo, Amerika, edhe Amerikë kurva, atëherë kush rri mirë në këtë botë? Ja, pra burë më s'fol por zotë. Edi Ramën e dojnë momentalisht ka punu mirë bollë, nga një. Zotëri, Amerika deri tani që flasën bashkë nuk ka një edhe në Amerikë vjedhët. Edhe në gjithë kohë në Evropë vjedhët. Dhe Amerikanë për dojnë më da? E dojnë më Amerikanë të dojnë çdo njonin. Izraeli për dojnë? Izraeli. Izraeli, po jo Amerika. Jo, Amerika, jo, mas me do, Zotri, mas me do është Amerika, 24 orë i ka, fataj. Po e kini konceptin politik kështu atë njeri ju. A, pishe. Izraeli, zotri, nuk është Amerika, po Izraeli është një shtet i krijuar artificialisht. E pse, që një pyetje tjetër, më falë, që po ndërpres. Pse, se përmene edhe Cako, pse ishte vojza e Donald Trump në Shqipëri? Te ke thonë me të vërtetë që mund ka pëlqyer. Dëgjon, në Shqipëri vajzë erdhi dhe qeni Donald Trumpit. Kjo do të thotë se ka ardhur i dërguar nga Trumpi, që janë këto i thoni more. Pse nuk e lejoi Donald Trumpit të binë që të botoj fotografitë, po jo që me njëherë fotografitë që kishte në Shqipëri, dhe pse nuk e pranon as në banjë, as në tualet nuk e lë Edi Ramën që t'i afrohet. E kush e dërgoi në Izrael? Kë vajzën e tjerë? Edi Rama. Kë dërgojnë në Izrael? Vetin. Shkoj vetë në Izrael. Po e do vej si s'bën, se ai aty u shërben. Po kush e dërgoi? E dërgoi Amerika? Absolutisht jo. E kush? Veti e tij. Po. E pse ishte vajza e Trumpit në Shqipëri? Dhe di pse shkon ashtu në Izrael, se nuk ka opozitë, se po të kishte opozitë ai dhe po të kishte me të vërtet opozitë shqiptare, ai nuk duhet të kishte jo 13 ditë, po as 13 ditë nuk duhet të kishte ndonjë pushtet. E çka duhet më bëu opozita? Jo, vetë pyetje, pse vajza e Trumpit erdhi te Edi Rama? Erdhi private më vëlla, se erdhi zyrtare. Për çka? Me çfarë statusi erdhi, më thuaj ti? Po për çka erdhi apo me di? Për biznes. Se e ke përmend ishin në Sazanit e këtu. Po pra, Sazani ti merrën të keqen, jo, ajo Ivanka me atë Serbin, se është Serb ai. Dhondri? Dhondri Serb. Edhe babajnë e tij ka pasur, babai i tij është dënuar në Amerikë për vjedhje. Është dënuar 10-12 vjet, nuk e di sa është dënuar. Dhe Edi Rama, ai dreqi, Yasser Kushneri, nuk vjen i dërguar nga Edi Rama, zotëri, dhe harrojnë këtë dhe ta dëgjojnë gjithë qytetarët e Kosovës. Po, në pyetjen e kam për ty edhe për gjithë, edhe për Cakon, edhe për gjithë që vazhdoni me dashur, edhe për motrën time që po na ndjek në Amerikë, vazhdoni me dashur Trumpin. Që shka mundësi më konë, domethënë dhondri Donald Trumpit më konë me globalistat edhe më konë me Izraelin, e Trumpi ju. Do të gjë, motra jemi shoqës jemi, themi na nga anën tonë. Shko mos i më konë qika. Kjo tha një se s'pja përmendi, tha Shqipëria s'ka popull që del, s'ka popull, tha, që del me protestu. Çfarë proteste du të me bo populli shqiptar, në Shqipni, për me u knaqë këto... Po pse more dreq, unë të duat edhe kam shumë respekt se më pëlqen që më kundërshton dhe unë ku t'i gjej ata që më kundërshton. Nale more, pse the ti popull nuk ka Shqipëria? Çka duhet më bo populli, mu myt aty? Unë. Me qindrat të tjerë e kemi matur bulevardin e Tiranës me pëllëm, me protesta. Në mirë të Sali Berisha, nga shtëpia shkonim, nisenim nga shtëpia, vinim të kryeministria, shkonim të parlamentit dhe shpërndauni. Kjo punë 8 vjetë rjesë, 9 vjetë rjesë. Po mos ikmi për temës, rikthemi të tema vojza, se nuk jo, më se më nga smon vetë kjo. Po te vojza e Trumpit, pse ishte? Ta shpjegoj. Nuk e njeh njeri, mor zotëri, mund vide që një Trumpit, ç'bëni kështu? Po për çka ka qenë? Po për të more, ka për turizëm, ka për çfarë që do i qefi, ku që ndalojë. Jo, ti ke thënë në intervistë që kom për biznes. E më prapë po ta them dhe tani për biznes, erdhi me Edi Ramën, po si shkoi